Elemente rrallë nuk janë të tillë vetëm në natyrë, janë gjithashtu thelbësor për teknologjinë moderne dhe po kthehen në armë të fortë gjeopolitike mes fuqive të mëdha. Në shkurt të vitit 2025, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hodhi në tryezë një propozim që i dha një dimension të ri luftës në Ukrainë, mbështetje financiare për Kievin në luftën kundër Rusisë në këmbim të furnizimit me metale të rralla. Deklarata duket se përputhet me një pjesë të planit fitores paraqitur më herët nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndaj aleatëve të Kievit, përfshirë Donald Trump, për akses të përbashkët në burimet strategjike të Ukrainës. Ndër të tjera, plani propozon arritjen e marrëveshjeve me partnerë të huaj për të siguruar akses në burimet strategjikisht të vlefshme të Ukrainës. Fillimisht nuk ishte i qartë nëse Trump i referoi të gjitha llojeve të mineraleve kritike apo vetëm metaleve të rralla. Ai tha se Shtetet e Bashkuara po kërkonin të bënin një marrëveshje me Ukrainën për elemente tyre të rralla dhe gjëra të tjera. Mineralet e rralla janë një grup prej 17 metalesh që përdoren për të prodhuar magnete që e kthejnë energjinë në shtytje për automjetet elektrike, telefona celular, sistemet e raketave dhe pajisje të tjera elektronike. Deri më tani nuk ka zvendësues të tjerë të këtyre metaleve. Profesorja dhe gjeografja në Institutin e Shkencave Humane, Julie Michelle Klinger, shpjegon se pse këto 17 element janë kritik për shumë industri. Termi element të rrallë të tokës i referohet 17 elementeve kimikisht të ngjashëm brenda serisë së lantanideve. Elementet e rralla të tokës nuk janë në të vërtetë të rralla. Ato e kanë mbajtur këtë emër që nga fundi i shekullit të 17. Këto elemente përdoren në të gjitha llojet e elektronikës, në teknologji dhe ndërlidhjet me performancë të lartë dhe shpesh përshkruhen si vitaminat e industrisë, sepse gjatë dekadave të fundit përmes përparimeve në shkencën e materialeve kanë mundësuar që teknologjitë tona të bëhen më të vogla, më të shpejta, më të forta dhe më elastike. Kina është vendi prodhues më i madh në botë i metaleve të rralla dhe shumë mineraleve të tjera kritike. Trump ka shprehur gjithashtu interes për ta bërë Groenlandën një territor autonom i Danimarkës, ku gjithashtu ndodhen depozita të mëdha të metaleve të rralla, pjesë të Shteteve të Bashkuara. Shërbimi gjeologjik amerikan konsideron 50 minerale si kritike, duke përfshirë disa lloje të metaleve të rralla, nikelin dhe litiumin. Ukraina ka depozita të 22 nga 34 mineralet identifikuara nga Bashkimi Evropian si kritike, sipas dhënave të Ministrisë së Ekonomisë. Këtu përfshihen materiale industriale dhe ndërtimi, metale të çmuara dhe disa elemente të tjerë të rrallë. Ukraina ka gjithashtu rezerva të konservueshme qymyri, megjithatë shumica e tyre tani janë nën kontrollin e Rusisë në territorin e pushtuar. Ekziston një ndryshim i madh midis një depozite gjeologjike nëntoksore që përmban shumë elementë të rrallë dhe përdorimeve përfundimtare që i shohim kudo në teknologjitë dhe infrastrukturat përreth nesh. Tani, për shkak se termi element të rrallë i referohet 17 elementeve kimikisht të ngjashëm, kjo do të thotë se ato janë të vërtetë shumë të vështira për t'u ndarë në mënyrë që të kemi një formë të pastër të prasodimit dhe neodimit me përqendrim më të lartë, që janë dy elementë që përdoren në magnete me fuqi të lartë. Por pse janë kaq të rëndësishme mineralet e rralla të tokës? 17 mineralet e rralla të tokës që kanë një ngjyrë të bardhë të argjend nuk janë realisht rralla në korën e tokës, por depozitat ekonomikisht të qëndrueshme janë më të vështira për t'u gjetur dhe rrallësia e vërtet vjen në procesin kompleks për t'i ndarë ato në materialet e nevojshme për të prodhuar magnete. Kina përfaqëson rreth 60% të prodhimit global të mineraleve të rralla të tokës, por pjesa e saj rritet në 90% kur bëhet fjalë për prodhimin e mineraleve të përpunuara dhe magneteve. Në fillim të këtij viti, konkurenca globale për mineralet kritike është bërë një nga fushat më të nxehta të rivalitetit ekonomik midis fuqive të mëdha botërore. Këto minerale janë thelbësore për teknologjitë e së ardhmes, nga automjetet elektrike dhe turbinat e erës, te sensorët modern dhe sistemet ushtarake, duke i dhënë kësaj çështje një rëndësi strategjike të jashtëzakonshme. Në thelb të këtij konflikti është dominimi i Kinës në zinxhirin global të mineraleve të rralla, veçanërisht në përpunimin dhe rafinimin. Sipas analizave më të fundit, Kina kontrollon afërsisht 90% kapaciteteve të përpunimit global. Ky dominim i ka dhënë Pekinit një levë gjeopolitike që mund të përdoret si mjet presioni mbi vendet perëndimore dhe partnerët ekonomik. Reagimi i vendeve perëndimore nga ana tjetër ka qenë i shpejtë dhe në shkallë globale. Shtetet e Bashkuara kanë hartuar plane për të krijuar një rezervë strategjike mineralesh dhe për të ndërtuar zinxhir furnizimi më të pavarur, duke bashkëpunuar me aleatë si Japonia, Australia dhe vendet e Azisë Juglindore. Këtu përfshihet edhe iniciativa e Shteteve të Bashkuara për një blok tregtar të mineraleve kritike, i cili synon t'i bëjë bashkë vendet që ndajnë interesin për sigurimin e këtij burimi etik jashtë ndikimit të Pekinit. Një tjetër zhvillim i
fundit është lufta jo vetëm për nxjerrjen, por edhe për përpunimin e elementëve të rrallë. Për shembull, tregjet financiare shqyrtojnë krijimin e kontratave futures për elementët si neodimi dhe praseodimi, me qëllim që industrive dhe qeverive t'u ofrohet një mjet mbrojtje ndaj çmimeve të paqëndrueshme dhe monopolizimit të tregut. Për më tepër, Bashkimi Evropian po përballet me vështirësi të mëdha për të ulur varësinë nga furnizuesit kinez. Sipas dhënave zyrtare, BE importon rreth 95% të mineraleve të rralla, që e bën bllokun shumë të ekspozuar ndaj ndryshimeve në politikën e eksporteve të Kinës. Edhe europianët po përshpejtojnë partneritete me vende si Australia dhe Kanadaja dhe porisin përpjekjet për riciklim në mineraleve, por këto hapa janë ende në fazë fillestare dhe kërkojnë kohë për të dhënë efekt të plot. Lufta për mineralet e rralla të tokës po zhvillohet pa armë, por me pasoja të mëdha strategjike. Ajo përcakton balancën e fuqisë teknologjike dhe ekonomike për dekadat e ardhshme. Kontrolli mbi këto burime sot konsiderohet po aq strategjik sa kontrolli mbi naftën apo gazin në shekullin e kaluar, duke transformuar zinxhirët e furnizimit, aleancat ndërkombëtare dhe politikat industriale të vendeve më të fuqishme të botës.